du të kemi kujdes se mundet shitësi dhe blerësi përmes bitcoinit me ra në kamat. Tash, nëse e konvertojmë bitcoinin në euro, në dollar, ose blejmë ari me ta, duhet pa tjetër me qenë dëra dërës. Në momentin kur jep leje për me konvertu bitcoinin në dollar të llogarisim, ose në euro, në atë moment duhet me i pranu erët në vlerë të bitcoinit, ose një njësije të bitcoinit. Që do të thotë sikur kur e ndron, ose e këmben dollarin me euro. E dorëzon dollarin, e merr euro. Domthonë dora dorës, kështu duhet bëhet edhe bitcoini kur konvertohet në vlera tjera monetare. Pastaj gjithashtu nëse blehet me vetveten. Nëse blehet me vetveten, kështu domthonë e kanë përmend dietarët e Islam fuqahot mirë, por këto është për qëllim nëse ndërrohet, konvertohet, atë duhet jetë i barabartë. Duhet jetë i barabartë. Të më thonë një njësi e bitcoinit me një njësi, 2 me 2, 5 me 5, 10 me 10, gjys me gjys, 1 me 1. Sikur se nuk lejohet 100 euro për shembull, një kartë monedhë me i konvertu me 90 për shembull. Dikujt i duhen tima. Të më thonë kartë monedha të vogla, edhe nuk i ka. Edhe dikush tjetër thotë po, unë ti baj tima mirë, po me kush që 2 euro më pagu që të shërbim. Të më thonë, unë ti japi ka 10, po ti japi 95 për shembull, ti më jep 100. Kjo s'lejohet për arsye se më thonë këto monedha është duke u ndruar me vetveten. Është duke u ndruar me vetveten, edhe bitcoini nëse ndrohet me veten, atëherë nuk lejohet unë ti jap 2 njësi të mijat, ti më jep 1 njësi, ose ti më jep 2 njësi të avnia s'ka. Kjo është pastaj e ka